prishet dhe me thonë normal, edhe kolagjeni fillon me ra, elastina dhe me thonë fillon me ra, edhe pjesa e melaninës dhe me thonë se tash nuk është lëkura njëjtë si 18 vjetë, si 35 vjetë, me thonë këtë është ndryshimet janë ato që na ndodhin, kështu që ma vonë dhe me thonë personi e vrenë dhe me thonë mas disa vjetë e vrenë që kanë fillu do njollat kafta, edhe vjetë thëtë valla mu kanë bo që një 2 vjetë të njolla, edhe kur e pyet dhe me thonë që a ke mirë mbajt e lëkurë ma herët jo, është thjesht ta bën jo, me thonë se di as çka është kremi kundër dillit, asgjë, kështu që ma vonë dhe me thonë pasojat shihen, mas 10 vjetë, 15 vjetë shihen pasojat, nuk shihen pasojat me ana javës, po ma vonë shihen pasojat, kështu që unë preferoj edhe bëj apel mos me dalë dhe me thonë jashtë pa krem kundër dillit, sepse edhe kanceri i lëkurës dhe me thonë mundet më zhvillu. Po, cilat janë disa shenja në lëkurë dafina, cilat njerëzit shumicën e kohës i ignorojnë, por që mund të jenë goxha serioze pastaj? Mundet me qenë ekzem, skuqje, krumje, aknet, me thonë mundet me qenë edhe diçka nishanët, qofse ndron ngjyrën apo rritet, atëherë duhet dhe me thonë urgjentisht me shiku te dermatologu. Kemi ato aparatet tona me shiku dhe me thonë a është rrezikshme apo jo. Alergjitë e ndryshme, zakonisht unë shoh edhe pacienta që përdorin mjete dhe me thonë ose zhvillojnë diçka në shtëpi, me thonë bio, munohen keshe, ata edhe ma shumë dhe me thonë e shkatrojnë lëkurën.